Ajo që kemi gjetur në vendin e ngjarjes është mjaft befasuese për ne. Po ti kem të sharuar na tani ja sharojmë edhe juve. Se prokurori s'ka dalë në vend të ngjarjes. Shikues të nderuar, sipas rregullave, kur një ndërtesë u lëshohet në funksion banorëve, gilinderat do duhet të ishin të testuar edhe të ishin të sigurt. Një strukturë metali që të shkputet duhet presion i madh, përpos nëse ajo nuk është vendosur siç duhet. Për të konstatuar nëse metali përdorur ishte ai që duhet dhe nëse puna ishte kryer sipas standardeve, ne kemi tentuar të shohim nëse prokuroria ka hetuar deri në fund këto rrethana. Ajo që kemi gjetur në vendin e ngjarjes është mjaft befasuese për ne. Pas ngjarjes, në zonë kishin qëndruar disa ekipe të policisë, por jo edhe prokurori i shtetit, ndërsa prova kryesore në këtë rast, gilinderi, nuk është dërguar fare për analiza më të thella. Të dielën me 5 korrik, një 46 vjeçare ka rënë nga kati i tretë nga ky objekt ku po lajmërohemi. Ajo dyshohet se nga dritarja ka rënë së bashku me rrethojen mbrojtëse e cila është prapa meje. Mirpo, një ditë pas ngjarjes, rrethoja mbrojtëse si provë kryesore vazhdon të qëndrojë në vendin e ngjarjes. Në interpretimin ton, kjo rrethojë do duhet të merrej nga organet e hetuesisë për tu ekzaminuar. Për ne ishte e çuditshme sepse të paktën kjo provë nuk është marrë dhe nuk është dërguar për analiza nga hetuesit dhe prokurorët e rastit. Kemi dashur të marrim shpjegime nga prokuroria e Ferizajt për këto rrethana. Prokurori, të cilit i është besuar hetimi i këtij rasti, është Ismet Rahmani nga prokuroria e Ferizajt. Prokurorit i kemi kërkuar të na jap një intervistë për të na sqaruar rrethanat e kësaj ngjarjeje. Për intervista ato na e shiqojmë më vonë, po nëse ki diçka tash e thirr zëvendësin e prokurorisë dhe bisedon me të ndër. Të jemi të qartë shikues të nderuar. Në vendin e ngjarjes kanë mbetur të pasekuestruara gilinderat, tepihet e po ashtu banesa ku ka ndodhur ngjarja ende nuk është e bllokuar. Për të kuptuar nëse gilinderat kanë qenë të montuar sipas standardeve, duhet të paktën të dërgohen për ekspertizë. Çfarë kemi mbërritur të shohim në vendin e ngjarjes është që as bulonet, të cilët e kanë ngjitur këtë strukturë, nuk janë sekuestruar për të dërguar në analiza nëse ishin sipas standardeve. Si gazetar, kam dashur ta pyes prokurorin nëse në vendin e ngjarjes është ftuar ndonjë ekspert i ndërtimit për të vlerësuar këtë situatë. Pasi prokurori nuk ka pasur përgjigje të qartë në kërkesën tonë për intervistë dhe për të na sqaruar se pse gilinderat dhe materialet përcjellëse nuk janë sekuestruar, ne kemi dashur ta pyesim edhe shefin e tij, Burim Qerkinin. Pse po e bëjmë këtë pyetje shikues të nderuar? Në një rast tjetër, ku një dritare ka rënë nga një dhomë, i krejt rasti është duke u diskutuar nëse gomat e dritares kanë qenë të vendosura sipas standardeve. Duke e parë atë rast, i cili mund t'i lirojë nga përgjegjësia disa njerëz, kam dashur të kuptoj nëse në këtë rast të gjitha provat janë mbledhur sipas standardeve. Realisht, provat janë në vendin e ngjarjes, nuk janë në laborator, ndërsa çka kemi mbritur të shohim në vendin e ngjarjes është që gilinderat në katet e tjera të ndërtesës janë të vendosur pak më ndryshe se në këtë rast. Pra, pse janë pak më ndryshe? Kur i analizojmë pamjet, na del që gilinderat në vendin ku ka ndodhur ngjarja janë vendosur me bulon, i cili është i vendosur në platformën e metalit e me pas në kornizën e dritares. Nuk jam ndonjë ekspert, por jam konsultuar me disa njohës dhe ata kanë treguar që në këto situata buloni duhet të jetë aq i gjatë sa t'i kalojë të gjitha shtresat e plastikës e në fund të arrijë në shtresat e aluminit, të cilat janë të vendosura në kornizat e profileve të PVC-s. Në vendin e ngjarjes e kam parë bulonin i cili është shkëputur prej PVC-s. Edhe buloni
po edhe profili i PVC-s janë lënë në vendin e ngjarjes. Nëse këto dy prova nuk janë sekuestruar dhe nuk janë dërguar për analiza, unë nuk e di se si prokuroria ka për të konstatuar se cili ka qenë shkaktari që Gjilinderi ka rënë prej katit të tretë. Përpos që kam tentuar të kontaktoj prokurorin e rastit, për të kuptuar pse këto materiale nuk janë marrë si prova në vendin e ngjarjes, i kam telefonuar edhe kryeprokurorit të Ferizajt, Burim Qerkinit. Të dy kanë thënë që janë duke zhvilluar hetime intenzive për rastin, por nuk kanë pranuar të më japin shpjegime sepse bulonat që i mbajnë Gjilinderat nuk janë sekuestruar. Pra, hetimet po vazhdojnë, por bulonat bashkë me Gjilinderat, bashkë me plastikat e roletave e bashkë me to dhe profilet e dritareve nuk janë sekuestruar për të dërguar në analiza. Si në rastin tjetër të silikonit të dritareve që e përmenda me lartë, avokatët kanë për të pasur shumë dilema për bulonat, shinat e metalta, shinat e plastikës e shumë faktor që nuk janë arkivuar si prova në këtë rast. Heshtja në këtë tragedi i ka kapluar edhe autoritetet lokale. Komuna e Shtimes ka zgjedhur të mos e dënjësoj këtë hulumtim me paraqitje para kamerës. Ata, duke refuzuar paraqitjen, kanë vendosur që në stilin e përgjigjeve me email të na japin përgjigje për një situatë kaq të rëndë. Pra, në Shtime, kur pyet për arsyet pse shrafat e Gjilinderave të instaluar në objekte janë të pasigurt, komuna nuk flet para kamerës. Përgjigjet për tema të rënda sërish vijnë në email. Askush nuk dëshiron të tregoj publikisht me fytyrë pse ka ndodhur kjo tragjedi. Objekte në fjalë është pajisur me leje ndërtimore me datë 9 gusht 2017. Megjithatë, ai ende nuk është pajisur me pranim teknik nga komuna, pasi punime ndërtimore nuk kanë përfunduar. Për pasojë, komuna nuk ka lëshuar leje për shfrytëzim apo banim të objektit. Inspektimet nga Inspektorati i Ndërtimit kryen në përputhje me kompetencat ligjore dhe procedurat në fuqi, përfshirë rastet kur paraqiten kërkesa nga investitori gjatë fazave të ndërtimit. Rasti datës 5 korrik 2026 është duke u hetuar nga prokuroria kompetente. Për shkak të hetimeve në zhvillim, komuna nuk mund të javë vlerësime apo konkluzione që mund të ndikojnë në procedurën hetimore. Pas përfundimit të hetimeve dhe nxjerrjes së një vendimi nga organet kompetente, komuna do të veprojë në përputhje me gjetjet dhe detyrimet që rrjedhen nga ai vendim. Për ta kuptuar se pse prokurori nuk ka dalë në vend të ngjarjes, pavarësisht se ka një person të vdekur, për ta kuptuar se pse Gjilinderi, pra që dyshohet me cilin është rrëzuar viktima, ka vazhduar me qenë në vendin e ngjarjes dhe nuk është marrë për t'u ekzaminuar dhe për ta kuptuar nëse është bërë ndonjë vlerësim i rrezikut që banorët mund ta kenë duke qëndruar në objektin i cili nuk është i përfunduar dhe nuk ka kushtet e sigurisë as minimale, ndërkohë ne kemi dërguar edhe pyetje me shkrim në lidhje me krejt pretendimet e ngritura. Lidhur me rastin në fjalë, ju njoftojmë se prokurori i shtetit ka udhëzuar dhe autorizuar policinë dhe inspektoratin e punës për ndërmarrjen e veprimeve hetimore dhe verifikuese me qëllim të zbardhjes së të gjitha rrethanave të këtij rasti. Aktualisht, prokuroria është në pritje të këtyre raporteve dhe informatave përkatëse të cilat do të analizohen dhe vlerësohen në kuadër të procedurës hetimore. Çështjet e ngritura në pyetjet e juaja, lidhur me rrethanat e ngjarjes, kushtet e objektit, sigurisë e të tjera, janë aktualisht pjesë e hetimit që është duke u zhvilluar andaj në këtë fazë fillestare të procedurës hetimore. Kjo është gjitha çka mund të ndajmë. Ne kemi telefonu tek kryeprokurori Burim Qerkini. Ai na ka thonë se duhet të sqarohen disa gjëra që pyetjet tona të marrin përgjigje. Është nevojshme me sqaru disa çështje për cilat do të kum dërgu pyetje. Po, nevojshme ku ti kem të sqaruar na tani ja sqarojmë edhe juve. Se prokurori s'ka dalë në vend të ngjarjes. Prokurori kujdestar
pse nuk ka dalë në vend të ngjarjes, e para e dyta. Diskutojmë gjitha rrethona, tani pastaj diskutojmë. Ti kemi këtë komplet që është pak nuk është bashkë qartë situata, edhe pastaj tani dalë. Po jemi në hetimin fillestare. Derisa prokuroria themelore Ferizaj dhe komuna e Shtimes vazhdojnë të arsyetohen se rasti ndodhet në fazën fillestare të hetimeve, një provë kyçe për zbarjen e të vërtetës, siç është grinderi i metalit me cilin dyshohet se ra viktima, ka vazhduar të qëndrojnë në vendin e ngjarjes, duke u ekspozuar ndaj dëmtimeve të mundshme që mund të shkatrojnë gjurmët forenzike. Mbi të gjitha, ajo që mbetet më e rënda dhe më alarmantja është se asnjë autoritet nuk ka marrë mundimin të bëj asnjë paralajmërim zyrtar apo të vendosë shirita bllokues që banorët e tjerë, fëmijët dhe familjet që vazhdojnë të qëndrojnë në këtë objekt të largohen.